Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: me lajket nuk hynë në një shtëpi në të cilën ka qenë apo fotografi, transmeton Buhariu dhe Muslimi. Përjashtohet mbajtja e qenit të gjuetisë apo për të ruajtur shtëpinë. Transmeton Ibn Omeri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush merr qen përveç qenit të gjuetisë apo qenit për të ruajtur bagëtin, i paksohet nga veprat e mira e tij çdo ditë nga 2 kirat. Ka thënë Imam Neveviu, kirati është sasi që nuk e di askush përveç Allahut. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. 2. Shtëpit në të cilat ka statuja gjallësash apo fotografi. Transmeton Ebu Seidi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: nuk ka dyshim se me lajket nuk hynë në atë shtëpi që ka statuja ose fotografi. Transmeton Ahmedi dhe Tirmidhiu. Sheikh Albani ka thënë se hadithi është sahih. 3. Një shtëpi në të cilën ndihet zilja ashtu si këmbana e kishës. Transmeton Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: zilja është muzikë e shejtanit. Transmeton Muslimi, Ahmedi dhe Ebu Davudi. Sheikh Albani ka thënë se hadithi është i vërtet. Me këtë hadith na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është ndaluar të mbahet zilja në shtëpi apo t'u avarim fëmijëve apo kafshëve, siç është traditë tek ne, këtë u avarin edhe lopëve një zilje të ngjashme, sepse në këtë moment afrohen shejtanët pranë asaj zilje që ndodhet në shtëpi dhe largohen me lajket. Edhe kishat, të cilat janë vend i shirkut dhe thërasin në shirk e kufër, përdoren kësi zilesh. Shejtani afrohet aty dhe me lajket largohen nga ato vende. Po ashtu, transmeton Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: me lajket e mëshirës nuk shoqërojnë një vend ku ka qen ose zile. Transmeton Muslimi. Me lajket janë ushtria e Allahut dhe gjithmonë janë në luftë me ushtrinë e shejtanit. Në rast të largimit të ushtrisë së Allahut nga një vend, në atë vend do të hyjë ushtria e shejtanit. Zilja e cila është ndaluar është zilja që i ngjan zilës së kishës, si në formë edhe në zë. Në këtë ndalesë nuk hyn zilja e telefonit, zilja e derës së shtëpisë e të tjerë, përveç nëse i ngjan zërit të zilës së kishës. Në këtë ndalesë hyn edhe zilët e orëve të murit apo orët e mëdha, të cilat kanë një zile të ngjashme me ato të kishës. Edhe këto zile orësh janë të ndaluara. 4. Një shtëpi në të cilën nuk përmendet Allahu i madhëruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kur një person hyn në shtëpinë e tij dhe e përmend Allahun, pra thot Bismillah, para se të hyjë dhe para se të hajë ushqim, shejtani thot: nuk kemi strehim këtu e as darkë këtu. E në qoftë se hyn dhe nuk e përmend Allahun, pra nuk thot Bismillah, shejtani thot: e gjetëm vend strehimin. E nëse nuk e përmend Allahun para se të hajë ushqim, shejtani thot: e gjetëm strehimin dhe ushqimin. Transmeton Muslimi. Na ndiqni në rrjetet sociale: Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.